Por si e gjykon ju vendimin sot, si e gjykon vendimin e vettingut, duke u përfshirë gjithmonë edhe nga ato se çfarë po thoni lidhje me Theo Jacobs dhe të tjerë? Në kohën që unë kam marrë pjesë tek procedura e rivlerësimit, pra mund kisha dhënë dorëheqjen që në fillim, edhe si isha fut fare, unë kam besu që vendimarrja është e paracaktuar, por unë duhet hyj në këtë procedurë me qëllim që të shkoj në Strasburg, sepse vetëm me deklaratat e kryeministit dhe zëvendës kryeministit në mënyrë nominale, unë çështjen në gjykatën për drejta e lirisë themelore të njerëzit në Strasburg do e kisha të fituar. Pra kushdo që është jurist e di që në moment që cënohem nominalisht nga kryetari i mazhorancës, kryeministri, kryetari i forcës në Kuvend, Zil nga përmendja e emrit nga kryeministri apo zyrtar dhe imagjino për rastin e tënd, si thoni zyrtar. Jo, është rast specifik. Organet e rivlerësimit, KPK-ja, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioni i Posaçëm i Apelimit, në përbërjen e tyre kanë individ cilët janë zgjedhur nga kjo mazhorancë. Fakti i kontestuar publikisht nga juristët për mënyrën e përzgjedhjes tyre. Kështu që ai që del publikisht dhe thot këtë gjë, ai publikisht i ka emëruar këta persona dhe rasti im është akoma më specifik. Kryetari i trupës gjykuese tek Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Olsi Komiçi, aktualisht është deputet i Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit në zonën e Librazhdit. Njohje e Taulan Pallës, kështu që dhe është paradoks, dhe më e bukur është që e kam përballë Komisionin e Ligjeve, dhe ja thash dhe dje në Komisionin e Ligjit në seancën e konstituimit, ku flitesh për Komisionin Xhafa dhe pjesëmarrjen e dy komisioneve vetë përbashkëta që këta po shkelin kushtetutën duke kërkuar që edhe i komision tjetër t'i thrasë organet e institucionet e pavarura sa herë të dojnë në raport përpara Kuvendit, kur ata kanë detyrim kushtetutës të vinë vetëm një herë në vit për të marrë prioritetet e qeverisë dhe mazhorancës dhe për të raportuar për punën e tyre. Kështu që me Komisionin Xhafa i bie 2-3 herë dhe i thash, do mbosh shefi që të vinte edhe zoti Qen Gjoni me zotin Xhafa të ishin këtë komision, sepse të dy dëshirojnë që të ishin te Komisioni i Ligjeve që është më i rëndësishmi. Po njëkohësisht unë kam fatin që të kem përballë dhe zotin Komiçi, i thash që ka qenë kryetari i trupës gjykuese që me urdhë partie ka vendosur pezullimin tim nga detyra se shkarkimin se vendosën dot me KPA, pasi unë dash dorëheqjen dhe u ndërprej procesi. Është vërtet që disa individ të KPA-s apo KPK-s kanë qenë përfolur si njerëz të Partisë Socialiste, po në tërësi si e gjykon reformën e drejtësisë, duke qenë se ju e njihni mirë sistemin e drejtësisë, a duhej kjo reformë kaq e thelluar dhe a ishte vettingu i drejtë në parim, për shkak se realisht un kam folur dhe kam denoncuar disa herë raste të absurditeteve të cilat vettingu i ka shkarkuar personazh të njohur të drejtësisë, të cilët sipas mendimit tim nuk e kanë merituar, por vetëm për shkak për plasjeve apo mbështetjeve nga partitë ndryshme politike janë jashtë sistemit. Apo edhe qoftë ka pas akuza deri në diskriminim racor. Pra si e gjykoni ju këtë vettingun ose reformën si u bë? Po ndalem për një moment tek vendimi që u dha ndaj meje. Pra, sistemi i vlerësimit përqendrohet në 3 shtylla. Kontrollin e figurës, kontrollin e pasurisë dhe profesionalizmin. Në lidhje me pasurinë, të cilin e kanë shumë merak shqiptarët dhe nxitojnë të japin konkluzione edhe pa të njohur, edhe kur ndodhin ngjarje kriminale thonë duhet këtë bërë diçka, sepse kanë burim zhvillimi një pjesë dashakeqësinë dhe jo suksesin, jo zhvillimin. Atëherë ka gjë që në këtë vendim u tha, nuk vërtetojmë që është i paprofesionalisht, dhe nuk vërtetojmë që personat me të cilët ky ka qëndruar janë nga ato të cilët i parashikon ligji si subjekte të lidhura me krimin organizuar. Atëherë për çfarë më shkarkove? Sepse mendojmë që qëndrimi me këta persona përbën cënim besimit publiku te drejtësia, pra shkelje etike. Mirë, po shkeljet e etikës kanë një rit tjetër procedural. Është ligji për statusin e magjistratit, ka një komision për etikën, merren në shqyrtim këto shkelje dhe vendosit një masë, po askund e parashikuar si shkarkim nga detyra. Pra më kuptoni, kemi të bëjmë me 2 procedura krejt ndryshme. E dyta, kemi një raport të drejtorisë sigurisë dhe informacionit klasifikuar, DSIK-ja e famshme. E para thot s'ka asnjë shkelje, e dyta i kërkon KPK-ja prapë më sill dhe herë, ndërkohë që as kodi procedurë administrative, as ligji specifik për kas nuk e parashikon kërkimin për së dyti të informacionit për individin. Dhe për së dyti ata kanë thonë jashtë kuadrit mbulimit saj, shikoj thotë se kanë qëndruar dikur me filanin. Edhe ai është personi i cili përfshihet në kuadrin e personave që kanë lidhje me krimin organizuar. Pra, është bërë një procedurë tendencioze
Jo vetëm për mua, po për shumë magjistratë Shqipëri. Tani, që dal nga pyetja ime për sa i përket aspektit personal. Qenia e zotit Komniçi në Komisionin e Ligjeve përballë me deputeti PS-s, kryetari i trupës gjykuese, tregon më së miri si janë përzgjedhur organet anëtarët e Komisionit Vetingut. Qoftë shkallës parë, qoftë dytë. E dyta, mënyra jo vetëm për mua, po edhe për shumë magjistratë tjerë, e shkarkimit tyre apo pezullimit tyre nga detyra, kalon shumë për dëshuruar dhe kalon shtek për interpretimin nga amatysh. Po t'jap vetëm i fakt sepse edhe ti ke qenë gazetar kronike dhe je marrë me sistemin e drejtësisë, por nga ata gazetarë që kishin ndruar në seanca gjyqësore, jo vetëm 3 minuta për të bërë fotografimin e rastit kush janë palët dhe për çfarë bëhet fjalë. Po i ke dëgjuar dhe ke njohuri në sistemin e drejtësisë. Një nga anëtarët nuk e meritojnë fare ato çfarë kanë po jam i sigurt se edhe ti beson kafshit e mia profesionale se më ke pa në veprim. Jo të veshur me. Tregoj si batut në fillim kur filluat avokat ka qenë një batut e krimet e rënda dhe gjyqtarëve përgjithësi që thoshin uroj vetëm Marian Dojnë mos ta kem përballë si avokat, sepse në aspektin profesional e tinin gjithë se ishte i përgatitur. Faleminderit. Tani një ndër anëtarët e trupës së pavarur kualifikimi më thot për një rast, është pyetja Zoti Jacobs, për 4 orë 20 minuta unë kam si din të regjistruar audio që kam marrë te Komisioni i pavarur. Nuk ka fol as edhe një fjalë. Ka thënë vetëm 3 konstatime në fund. Jo konstatime, po konkluzione që ai mendonte. Po për 4 orë 20 minuta. Qofse me zotin janë Elizabeta Imere, me zotin Gert Hoxha, ata kanë bën një përleshje thojse në aspektin e debatit, me tonet larta etj me radhë, me mua ka thënë vetëm 3 konkluzione sepse ai e ka pa dhe vetë që gjithë ato që kam thonë janë të vërteta. Unë kam qenë pjesë e i liste, mendoj si shumë tjerë dhe ky është rezultati. Tani te procesi i vetingut. Pra mendoni që vetingu ka pas me listë se kush do hiqet, kush do hiqet. Vetingu është pjesa e parë e dukshme për njerëzit. Unë mendoj që vetingu ka pas i qëllim tjetër. Pra, ka pas i qëllim që të vendos nën kontroll të plot politikën shqiptare. Politika shqiptare filloi dal jashtë kontrollit. Edhe vetmja mënyrë që të kontrollosh ajo ishte nëpërmjet sistemit drejtësisë si një ndër shtyllat e pavarura të pushtetit në një republikë parlamentare. Pra, kemi ekzekutiv, kemi legislativin, kemi ekzekutivin, kemi gjyqësorin. Ku shkojnë njerëzit kur kanë perceptim të gabuar për zbatimin e ligjit? Shkojnë tek gjykata, shteti i drejtës, shteti ligjor, ligjet, kushtetuta këto, për cilëtimin e gabuar, kundërshtimet me vendimet e marra nga organet administrative, ekzekutive etj. Ku shkojnë gjykat. I vetmi pushtet i cili nuk mund të kontrollohesh nga ekzekutivi dhe legislativi ishte gjyqësori. Këtë po bën sot majoranca për ta vënë në kontroll nëpërmjet mekanizma që i ka bën nëpërmjet kësaj reforme që unë do i them më mbrapa. Ndërkohë, i vetmi organ që su kontrollohet dhe synohet të kontrollohet, edhe që mund t'i bëjë dëm në thojsa politikës për t'i frenuar autokracinë, arrogancën, prepotencën, është vetëm gjyqësori. Pra u godit gjyqësori me qëllim që ky gjyqësor që do vinte të kishte forcën për të goditur politikën. Dhe kjo arrit më së miri. Pra reforma në drejtësi është rezultat i votimit të 140 deputetëve, edhe të Partisë Demokratike, edhe të Partisë Socialiste. Dhe viktimat e para të kësaj reforme në drejtësi, për mendimin tim, për efekt statistikor, nisur nga ato dhëna që kam parë deri tani, për disa prej tyre, jo për gjithë, është që reforma ishte një produkt i cili duhet të thoshte nga pikpamja statistikore që u goditën politikanët vetëm me numër. Nga pikpamja përmbajtësore, ky mekanizëm i posaçëm, që është prokuroria e posaçme, nuk ka as mjetet dhe as mundësitë teknike objektive që ato drejta që ka t'i bëjë sa më efektive. Që do të thotë? Janë disa çështje për krimin zgjedhor elektoral, të cilat ishin shumë të ndjeshme. Nuk ka rëndësi mënyra e përfundimit tyre, me pezullim për mosbëlim autorit, me pushim, kërkesë për pushim, apo me fajsi. Por për shkak të aktualitetit, ata duhet ishin vendime të cilat të ishin marrë, të kishin prevalencë në kohë. Që do thotë? Në qoftë se dosja e përfolur e Dibrës apo e Durrësit apo diçka tjetër kishte të bënte me krim elektoral zgjedhor, kjo çështje duhet kishte përparësi. Pse? Sepse Republika Parlamentare në pikën 3 të nenit 1 të kushtetutës thuhet
Sistemi përfaqësues në Shqipëri bazohet dhe qeverisës bazohet në zgjedhje të lira demokratike e gjithë përfshirëse. Që do të thonë, nëse ka problem tek zgjedhjet, ky është një ndër parametrat bazë që faktori ndërkombëtar njeh nivelin e demokracisë në një vend. Pra vetëm mungesa e marrjes vendimit në kohë të arsyeshme e bën produktin që sjell kjo gjë mbas disa vitesh jo aktual, jo të nevojshëm. Duke qenë që bëhet Pra, një përmbledhje të kësaj reforme së famshme të drejtësisë,